Opozita ka paralajmëruar protestën kombëtare me 24 janar duke e cilësuar atë si hapin e vetëm për të sfiduar kryeministrin Edi Rama dhe për të kërkuar krijimin e një qeverie teknike që të mundsojë zgjedhje të parakohshme. Rruga e vetme, se gjërat nuk duhet jemi shumë të ndershëm të kthjellët. Rruga e vetme për largimin e kësaj qeverie është kalimi në protestë të vazhdueshme. Në vlerësimin tim, variantet tjera janë iluzive. Në qoftë se ne presim ose besojmë se Edi Rama do ta marrin dosjet dhe krimet e tij me vete, ne gabohemi, edhe nuk duhet gabohemi. Kryedemokrati Sali Berisha u shpreh se në kushte kur parlamenti nuk po shqyrton kërkesën e SPAK-ut për heqjen e imunitetit të numrit të 2 të qeverisë Belinda Balluku, rruga e vetme për opozitën mbetet sheshi. Për të marrë fajsin publikisht ai me vendimet e tij para shqiptarëve dhe komunitetit ndërkombëtar. Vetëm një autokrat, një diktator autokrat mund të imagjinoj, mund t'i lejoj vetes veprimet që i lejoi Edi Rama në rastin Balluku, që është faktikisht rasti Rama. Në historinë e këtij shteti 35 vitet e fundit nuk ekziston asnjë rast i vetëm. Ai akuzon qeverinë edhe për menaxhimin e përmbytjeve në disa zona, duke theksuar se mungesa e shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore dhe moskrimi i fondeve emergjente kalojnë qytetar pa mbështetje. Nga i gjeti mbrojtja civile, nga mashtrimet e Edi Ramës. Dhe cinizmi ekstrem mbledh komitetin e emergjencës, është komitet i ngritur me vendimaj, dhe nuk shpall gjendjen e emergjencës natyrore, gjendjen e fatkeqësisë natyrore, dhe deklaron se kjo na përçan, kjo kërkesë e opozitës na përçan. Po si të përçan? Ti je i detyruar të kesh një ligj për njeriu që vepron me ligj, për njeriu që thotë unë do zbatoj ligjin. Je i detyruar të shpallësh gjendjen e emergjencës dhe mbi këtë shpallje ti pastaj je detyruar, ky ligj të detyron, kjo shpallje detyron të zbatosh ligjin e emergjencave, të marrësh fondin e emergjencave, të krijosh fond emergjencash dhe t'i adresosh drejt qytetarëve. Prandaj u them qytetarëve që çdo gjë që ka thënë dje ka qenë një tallje cinike. Berisha theksoi se aksioni opozitar do të jetë i vazhdueshëm dhe i strukturuar rreth protestave deri në largimin e kryeministrit dhe krijimin e një qeverie teknike që sipas tij është parakusht për zhvillimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme.